Të nderuar besimtar, vazhdojmë me lejen e Zotit së bashku me temën tonë, të cilën e kemi nisur prej disa javësh, të titulluar Më i miri i njerëzimit, ku kemi folur për Muhamedin alayhi salatu wassalam, këtë pejgamber të dashur në zemrat tona, i cili erdhi si mëshirë për njerëzimin. U ndalëm në javën e kaluar të tregojmë për sprovat e mëdhaja të cilat po i përjetonin muslimanët, besimtarët, por edhe vetë Muhamedi alayhi salatu wassalam në fillimet e shpalljes. Treguam se si Bilali, Allahu qoftë i kënaqur me të, u torturua në mesin e shkretëtirës në format nga më të dhunshme. Treguam se si Khababi, një tjetër shok i Muhamedit alayhis salam, torturohej nga pronari i tij, duke ja marrë hekurin e nxehtë dhe duke e ftohur hekurin në shpinën e Khababit, ti besimtar. Si e si me i torturu muslimanët, si e si me u mundu që t'i largojnë muslimanët nga rruga e udhëzimit, nga rruga e drejtë. Por gjithashtu treguam se dhuna do të shkonte në disa raste deri në vdekje, ashtu sikurse do të ndronte jetë gruaja e parë, e cila do të ishte shahidja e parë në Islam, së bashku me bashortin e saj, Yasirin. Allahu qoftë i kënaqur me ta dhe Allahu i lartësuar i gadoft me gradat e larta të xhenetit, e në bashkoft Zoti me ta në xhenetet e larta. Këto ishin torturat e ndryshme, këto ishin sprovat e ndryshme me niyetin dhe me qëllimin e vetëm që t'i largojnë muslimanët e asaj kohe nga rruga dhe nga udhëzimi i drejtë. Ashtu sikurse edhe sot, por edhe më herët, shohim ngjarje të ndryshme, tortura të ndryshme, madje vrasje të shumta të muslimanëve, si e si për t'i larguar nga rruga e drejtë, siç janë rastet e mëhershme në Siri, në Irak, në Palestinë, në Gaza, njerëz të cilët vriten dhe torturohen dhe nxirren nga shtëpiat e tyre, nga vendet e tyre, vetëm e vetëm se thonë la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mirëpo, një pyetje e madhe, a ndikoi dhuna tek shokët e Muhamedit alayhis salam që ata ta lejnë fenë e Zotit, që ata të largohen nga feja e Zotit? A ndikon sot dhuna tek njerëzit, vrasjet e ndryshme, që ata ta lejnë Islamin? Vallahi, kjo është komplet e kundërta. Sa më shumë që ata i shtypin musliman, sa më shumë që ata i torturojnë muslimanët, sa më shumë që ata i vrasin muslimanët, vetëm se do të shohësh sot në këtë kohë miliarda njerëz të deklaruar musliman, të deklaruar me fjalën la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. E njëjta gjë do të ndodhte edhe në kohën e Muhamedit alayhis salam. Besimtarët e asaj kohe, jo vetëm që nuk do të largoheshin nga dini i Zotit, mirë po do të vinin duke u shtuar hap pas hapi. Madje, nëse në një vend nuk pranohej Islami, Allahu sillte të tjerë njerëz nga vendet e ndryshme që ta pranojnë Islam. Dhe ne sot kemi veçuar 3 prej tyre, të cilët do të vinë nga fiset e ndryshme në Mekë, të takojnë Muhamedit alayhis salam dhe t'i japin atij besën që po, edhe ne do të themi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, që po, edhe ne do të ndjekim ty si të dërguar të Zotit. Njëri prej tyre i quajtur Damad el-Azdi, i cili në fisin e tij ishte i njohur si rukjegjit, ose si me thonë ndryshe, si frymtar, që frynte njerëz, pa ishte në një pozitë lartë tek populli i tij, i njohur si një njeri i ditur. Dhe kur dëgjon për këtë njeri, për Muhamedit alayhis salam, kur dëgjon të sharat dhe ofendimet që ja bënin këtij njeriu, kur dëgjon se banorët e Mekës ishin në vështirësi, në thojza prej këtij njeriu, atëherë mendon me vete dhe thotë,
unë jam një njeri I ditur, do të shkoj në Mekë, do të atakoj këtë person, do t'i fry ati, pra do t'i bëj rukje, megjithëse ajo nuk ishte rukje, po ishte diçka tjetër, e cila është ndaluar, dhe kështu thot do të binë rahat gjithë banorët e Mekës. Shkon në Mekë dhe e takon Muhamedin alayhi salatu wassalam. I thot, o ti njeri, unë ka marrë kastile për ty, ka marrë me qëllimin e vetëm që ty të të shëroj nga e keqja, kush ishte në të keqen, Muhamedi alayhi salam apo banorët e tjerë I dhujtarë të Mekës. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ndërmerr një hap. Nuk I lexon diçka nga Kurani, vetëm se I thot disa fjalë që pothuajse të gjithë imamët I thonë kur hypin hutbë në fillim. I drejtohet Muhamedi alayhis salam këtij personi dhe I thot: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Falënderimet I takojnë Allahut, ato e falenderojnë, për ti ndihmë me falje kërkojnë, deri në fund, që ne sapo e tham. Ky person shtanget. Ky person ndalet dhe thot, kjo nuk është diçka e kot. Këto renditje të këtyre fjalëve janë madhështore. I drejtohet Muhamedit alayhis salam ky person dhe I thot: a ka mundësi dhe një herë të ma përsëritësh? I thot Muhamedi alayhis salam: innal hamdalillah, falënderimet I takojnë Allahut të lartësuar. E deri në fund të fjalës, sërish shtanget damadi dhe thot: po ma thuj dhe një herë, ta ngjoj edhe një herë të vetme. Sërish Muhamedi alayhis salatu wassalam ja përsërit të njëjtat fjalë, derisa damadi ja zgjat dorën Muhamedit alayhis salam dhe thot: ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna, unë dëshmoj se Allahu është I vetmi I cili e meriton adhurimin dhe dëshmoj se ti je I dërguar I Zotit. Mjaftuan disa fjalë për t'ia trondit zemrën këtij njeriu I cili mbahej me të madhe, dhe këto fjalë nuk ishin ajete kuranore, por ishin disa fjalë të tjera të cilat kanë të bëjnë me madhrimin dhe me lartësimin e Allahut të lartësuar subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala I ka në dorë zemrat e njerëzve dhe mjafton një fjalë e vetme, mjafton një sjellje e vetme, mjafton diçka e vogël që dikush të udhëzohet. Prandaj ti edhe unë o musliman, ti edhe unë që e ke marrë mbi supët e tua dëshminë e shahadetit, ti edhe unë që ke thonë jam musliman dhe përkatësohesh dhe thu jam musliman dhe njihesh në mesin e njerëzve që je musliman, thuje një fjalë të hajrit. Thuja njerëzve një fjalë të bukur dhe një fjalë të mirë. Mësoja njerëzve atë që ti e din për fen dhe për rrugën e Zotit të gjithësisë. Kështu dal nga dal njerëzit do të futen në Islam. I dyti prej personave I cili do të vinë nga një fis tjetër për ta pranuar Islamin është Abu Dharr al-Ghifari, Allahu qoftë I kënaqur me të. Abu Dharri kishte dëgjuar për Muhamedin alayhi salatu wassalam dhe vendos që vëllain e tij ta çojë në Mekë që të marrë informata rreth Muhamedit alayhi salatu wassalam. Niset vllai I tij dhe shkon në Mekë. Qëndron atje disa ditë dhe kur kthehet I thot: çfarë more vesh në gjë? Na tregon ajo si ishte puna e këtij njeriu. I thot: ishte njëri, kishte dalë, thoshte jam musliman, jam pejgamber e kështu me radhë. I thot Abu Dharri: s'm tregove në gjë të madhe, por shkoj vetë ta verifikoj. Po shkoj vetë ta shoh me sytë e mi dhe ta dëgjoj me veshët e mi. Shpesh ne kur dëgjojmë për dikë që është larg, që është I keq, që e shajnë njerëzit themi s'kam punu me të. Shko ti dhe verifikoje vetë nëse do me qeni drejt. Shko ti dhe shikoje vetë dhe ngjoje vetë personin. Se me bo me ngju njerëzit e tjerë që vinin në Mekë, fjalët e Mekasve se kishin pranuar Islamin asnjëherë. Se banorët e Mekës I thonin Muhamedit selam, ti je fallxor, ti je magjistar, ti je poet, ti je kështu, ti je ashtu. Pra e shan. Dhe ky person Abu Dharri
shkon në Mekë. Mirë po, me një kujdes të veçantë që mos e marrin vesh njerëzit çfarë po kërkon ky. Pse? Se rrezikon të ndoshta edhe jetën e tij. Shkon në Mekë, qëndron në Qabe, pranë Qabes natën e parë. Qëndron natën e dytë dhe natën e tretë, duke prit që ta gjej kush është Muhamedi alayhis salatu wassalam. Kush është ky njeri i cili ka hap fasad në tokë? Allahu na ruaj. Ndërkohë, 3 net me radhë e shikon atë Aliu radhiyallahu anhu. Allahu qoftë i kënaqur me të. Dhe 3 net me radhë e pyeste çfarë po kërkon? Ky kishte frikë të tregonte çfarë kërkon. Natën e tretë ju drejtua Abu Dharri Aliut, Allahu qoftë i kënaqur me të, dhe i thot, unë thot po kërkoj Muhamedi. I thot Aliu radhiyallahu anhu, do vish pas meje. Por nëse unë shikoj ndonjë rrezik, do bëj sikur po ndaloj, do bëj sikur do kap në gjotë, ti ik se më bë me të kap, do japu mas qaf. Dhe kështu vepron derisa shkojnë tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili ja shfaqi Abu Dharri Islamin dhe Abu Dharri e pranoi Islamin dhe u bë musliman, duke u kthyer tek fisi i tij dhe duke ja shpjeguar edhe njerëzve të tjerë Islam. I treti prej personave të cilët do ta pranojnë Islamin, i cili nuk ishte banor i Mekës, por ishte nga fiset e tjera, ishte Amr ibn Abese. Edhe ky person vjen në Mekë dhe e takon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, duke e pyet profetin e Zotit dhe duke i thënë, në çfarë po fton ti? Pra cila është ftesa jote? Me çfarë ke ardhur ti? I thot Muhamedi alayhis salatu wassalam, unë kam ardhur që t'i mësoj njerëzit se Allahu është i vetmi i cili e meriton adhurimin dhe se nuk meriton të adhurohet apo të madhurohet diçka tjetër post Allahut subhanahu wa taala. Por gjithashtu tha, kam ardhur që marrëdhëniet e njerëzve me njëri tjetrin t'i përmirësoj ato, pa që njerëzit të shkojnë mirë me njëri tjetrin. Se nuk është në rregull që muslimani zihet me shtëpinë, me familje, me fisin, e asnjë mos dojë me e pa atë me sy dhe ky më thonë, unë jam muslimoni i parë më i mirë në botë. Nuk është në rregull. Allahu i lartësuar thot, madhuroni mua, po silluni mirë me të afërmit, me familjen, me fisin, me njerëzit. Kështu dhe ky person do ta dëshmojë shahadetin dhe do ta pranojë Islam. Mirë po, muslimanët e asaj kohe ishin në vështirësi dhe nuk mundeshin dot që të dilnin haptas dhe ta shfaqnin, ta praktikonin Islamin e tyre, derisa Islamin do ta pranojnë 2 burra të mëdhenj. Ku pas tyre do të vi një shumim i muslimanëve në Mekë. Cilët janë ato? I pari prej tyre quhet Hamza. Allahu qoftë i kënaqur me të. Hamza ishte xhaxhai i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hamza ishte një person i cili në Mekë njihej si gjuetar. Pra shkonte me ditë dhe me natë në gjuhën e tij dhe gjuante që të siguronte ushqim për familjen e tij. Dhe shkon Hamza në gjuhën e tij dhe kur kthehet një ditë prej ditësh, një person e takon atë ndërsa po kthehej dhe i thot, sikur ta dish ti se çfarë janë duke i bë Mekasit nipit tënd, pa djalit të vllajt tënd, ti çfarë kishe bë për të? I thot, çfarë po i bëj? Po e rrahin, po e torturojnë, po e shajnë, po e mallkojnë, e kështu me radhë. Atëherë Hamza nuk shkon në shtëpinë e tij, por shkon direkt në Mekë, shkon direkt në Qabe, ku ishte Abu Jehli, koka e idhujtarëve të asaj kohe, së bashku me të tjerë. Dhe me njëherë Hamza afrohet dhe i thot atyre, çfarë keni ju me nipin tim? Pa çfarë jeni duke i bë djalit të vllaut tim? Ndërka thot që edhe unë jam musliman. Hamza realisht akoma nuk kishte hyrë në Islam. Pse? Sepse këtë fjalë e tha me gojën e tij, pa e pranuar në zemrën e tij. Ishte një dëshmi për t'i dalë në mbrojtje Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, saqë tregohet që Hamza
e nxori shpatën e tij dhe askush nuk kishte mundësi që t'i afrohej, sepse njihej si një luan i vërtet. Ishte një njeri i fuqishëm. Kthehet tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e pastaj ja dëshmon Muhamedi alayhis salam me zemër dhe me gojë që ky person, pra xhaxhai i pejgamberit alayhis salam, e kishte pranuar Islamin dhe kështu muslimanët do të kishin një krah të fuqishëm në kohën e tyre. Mirë po akoma nuk mundeshin që dilnin haptas me adhurimin e tyre, derisa do ta pranoj Islamin edhe një person tjetër për të cilin ka bërë dua Muhamedi alayhis salam. Pejgamberi alayhis salatu wassalam, duke e pa gjendjen e rëndë, duke e pa vështirësinë që po përjetonin besimtarët, e lut Zotin e gjithësisë dhe i thot: o Zot, mundësoja që ta pranojnë Islamin dy njerëz, njërit prej të dyve, që ishin njerëz të fuqishëm, Omerit ose Ebu Xehlit. O Zot, ma mundëso që të vi njëri prej tyre me ne dhe që të kemi mundësi në të adhuru ty siç duhet. Omeri radiallahu anhu ishte prej njerëzve më të egrë dhe më të ashpër me musliman. Ishte prej njerëzve të cilët më së shumti i torturante muslimanët e asaj kohë. Mirë po një ditë prej ditësh, teksa po nisej për punën e tij, e takon një grua, të cilën e pa të veshur dhe që i kishte marrë bagazhet e saj ose çantat e saj. I thot: tim, në po shkon? I thot: po largohem nga Mekka. Jam duke ikë. Po pse po ikë? Po iki se ju s'po na leni rehat me adhuru Zotin tot Zot. Po iki bashkë me bashortin tim, se kemi gjetë belan për ju, shku i thonë vafës. Atëherë thot kjo grua, sikur se Omeri u zbut pat. Se Omeri ishte ai i cili musliman i torturante, motrën e vet e torturante se ishte muslimane, dhëndrin e tij e torturante se ishte musliman, pa ishte njëri i cili ishte i vendosur në idhujtarinë e tij. I thot kjo grua: ne do t'ikim. Dhe sikur se zemra Omerit u zbut pak. Niset kjo grua të largohet dhe e takon bashortin e saj. Pra të dy bashkë do të largoheshin. Dhe i thot kjo grua bisedën që boni me Omerin. Thot: e takova Omerin dhe kur i thash këto fjalë, sikur ju zbuti çik zemra. I thot bashorti kësaj gruaje: a ti mendon, thot, se Omeri do ta pranojë Islamin? Thot ajo: inshallah. I thot bashorti: thot, unë mendoj që më së pari, pra më fillimisht e pranon Islamin gomari i babait Omerit, pra gomari i Hattabit, se sa i biri i Hattabit, Omeri. Si është gjendja, subhanallahu. Sa shpesh ne nxitojmë në gjykimin e njerëzve. Sa shpesh ne themi: u ka bo filani me anë xhami, po ai kur ka qenë i ri ka vjedh. Po mirë, ai është pendu. Ai është kthy tek Zoti. O bo filani, ka vra filani, nuk ja pranon Zoti pelin. Po kush je ti edhe unë me thonë që filanit ja pranon dhe filanit s'ja pranon? Kështu Omeri radiallahu anhu do të shkoj tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe e shikon profetin e Zotit duke u falë Ka'bë. Transmetimet se si e ka pranuar Omeri Islamin janë të ndryshme, por ne mendojmë që kjo mund të jetë më e saktë. Shkon Omeri në Ka'bë dhe shikon që Muhamedi alayhis salam po falet dhe dëgjon Muhamedin alayhis salam i cili recitonte ajete kuranore: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, ajet pas ajet. Pastaj Muhamedi alayhis salam do të futej në surën Haqq. Është njëra prej surave quhet Haqq, e vërteta, dhe lexon ajet pas ajet, derisa Omeri duke në gjuhë mahnitet dhe thot: ky do të jetë ndonjë poet, nga mënyra se si e radhit këto fjalë, ato ishin ajete kuranore, nga mënyra se si e radhit do të jetë ndaj poet se s'ka mundësi. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam lexon ajetin sipas radhës të surës Haqq, ajeti 41, po thot Allahu i lartësuar: wa ma huwa biqawli sha'ir
qalilan ma tu'minun. Po Zoti ai nuk është poet, sa pak po besoni. Pa Omeri mendon dhe ky është poet, Muhamedi alayhis salam arriti tek ajetet, ai nuk është poet. Pra fjala e Muhamedit alayhis salam nuk është fjala e një poeti, sa pak po besoni. Thot Omeri, unë menosha me vete dhe thash, ky do t'jetë ndonjë magjistar se s'ka mundësi, ajeti më poshtë. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, wala bi qawli kahin qalilan ma tadhakkarun. Ai nuk është ndonjë fjalë e falltorit, pra fjalë që ai po i lexon nga Kurani, nuk janë fjalë falltori apo magjistari. Sa pak thot Allahu subhanahu wa ta'ala, po reflektoni. Pastaj ajeti 43 Zoti i gjithësisë thot, tanzilu min rabbil alamin. Kurani është shpallje e zbritur nga ana e Zotit të gjithësisë. Kur mbaroi Muhamedi alayhis salam namazin, Omeri radiallahu anhu ja zgjati dorën dhe tha, o i dërguari i Zotit, unë besoj ty si pejgamber, edhe unë jam musliman. Dhe nga kjo kohë, muslimanët do të dalin haptas. Muslimanët do të dalin haptas me islamin e tyre. Po sa ka nevojë sot islamin kohën tonë për një Hamza dhe për një Omer, të cilët të jenë burra të fuqishëm, burra me autoritet, të cilët kur i shahat islamit të dinë ta mbrojnë atë, kur nënshmohen muslimanët të ditë japi hakun dhe të vërtetën çdo njeriu i cili me keqa domethënë nga e keqa e tij e shan dhe nënshmon fen e Zotit të gjithësisë. Kto ishin disa prej sahabëve, disa prej shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilën do ta pranonin islamin e më pas do të vijojë ajo e cila do të tregohet me lejen e Zotit në javën e ardhshme. Elusin Zotin tonë na falë dhe na mëshiroj të gjithëve. Elusin Zotin tonë që këto histori dhe këto ngjarje të Muhamedit alayhis salatu wassalam të jenë mësim për ne dhe të jenë mundësi e mirë që ne të kapemi pas shembujve më të mirë. Shembujt më të mirë janë profetët e Zotit dhe shokët e tyre. Allah na falë dhe na mëshiroj të gjithëve. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.